Lider të Ballkanit Perëndimor, zyrtar të Bashkimit Evropian dhe investitor të huaj u mblodhën në Tiranë në samitin e Forumit të Investimeve BE Ballkani Perëndimor. Fjala hapëse e këtij takimi të nivelit të lartë u mbajt nga presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen dhe kryeministri Edi Rama, i cili kishte një mesazh për vendet e Unionit që sipas tij duhet të ndryshojnë qasjen për rajonin. Po përvijohet një hartë e re, jo në letër, por në hapin ton të ardhurit bashkë dhe më afër BE. Fluksi turistëve dhe investimet europiane janë një zgjim i një ideje të thjeshtë, por të fuqishme, që Ballkani Perëndimor nuk është obor i pasëm i Evropës dhe as lagja e tij e dorës së dytë, por një horizont i ri, një horizont që Evropa mund të rizbulojë shkathtësinë, oreksin e saj dhe dashurinë për jetën dhe paqen. Sa i përket investimeve të Unionit, kreu i qeverisë shqiptare theksoi se Ballkani Perëndimor është vendi ideal për të ndërtuar të ardhmen. Nuk duhet shumë shkencë për të kuptuar që Ballkani Perëndimor mund të bëhet laboratori i Europës për të testuar dhe për të provuar të ardhmen. Le të themi troç, Europa nuk e ka luksin që të varet nga ajo që nuk e kontrollon. Duhet të kthejmë potencialin në qëllim dhe të kthejmë këtë rajon në zonën e transformimit të Evropës. Për presidentin e Komisionit Evropian, von der Leyen, investimet në rajon duhet të shihen me përparësi. Mos e lini t'ju humbas kjo mundësi. Koha për të investuar në Ballkanin Perëndimor është tani, dhe më vjen mirë të shoh kaq shumë prej jush, të gatshëm për të përfituar mundësinë e biznesit që krijohen nga integrimi i afërt. Presidentja e Komisionit Evropian paralajmëroi se BE do të ndërtojë në 2 vende të Ballkanit fabrikat e inteligjencës artificiale. Nëse zgjidhni Ballkanin Perëndimor, zgjidhni Europën. Ne do të hapim fabrikat tona të AI në Ballkanin Perëndimor. Do të nisim me ngritjen e 2 fabrikave në Maqedoninë e Veriut dhe në Serbi. Do ta zgjerojmë më pas në të gjithë rajonin. Në këtë takim të nivelit të lartë, marrin pjesë investitorë nga vende të ndryshme, si dhe CEO i Concord Investment.